Shoqëria publike e menaxhimit të mbetjeve në Elbasan, Eko-Elb, rezulton me një detyrim të pashlyer prej mbi 2.7 milion eurosh ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, OSHE, ku përfshihen faturat e energjisë dhe kamatvonesat. Kompania administron landfillin dhe inceneratorin e Elbasanit, një investim publik që ka kushtuar mbi 30 milion euro, por që deri më sot nuk ka prodhuar asnjë kilowatt-orë energji, duke u kthyer në një barë financiare. Sipas dokumenteve financiare, shuma prej 268.8 milion lekësh figuron e faturuar në emër të kompanisë koncesionare Alptec Energy, në pronësi të Stella Gugaljas, subjekt që është në hetim në çështjen e inceneratorëve. Megjithatë, periudha e konsumit të papaguar nga gushti 2022 deri në dhjetor 2023 përkon me kohën kur landfilli ishte në administrimin e Eko-Elb, e krijuar nga Bashkitë e Qarkut pas përfundimit të kontratës koncesionare në fund të vitit 2021. Pas sekuestrimit të Alptec Energy, Bashkia e Elbasanit mori në dorëzim impjantin jashtë funksionit dhe themeloi Eko-Elb për ta menaxhuar. Por, sipas të dhënave, emri në kontratën e energjisë nuk është përditësuar, duke lënë formalisht debitore kompaninë e vjetër, ndërsa konsumi real i përket shoqërisë publike. Ky fakt ka ngritur pikëtyetje mbi transparencën dhe mënyrën e raportimit financiar. Paralelisht, Bashkia ka kërkuar nga Këshilli Bashkiak miratimin e një kontrate të re njëvjeçare për depozitimin e mbetjeve me tarifë 26 euro për ton. Opozita e ka kundërshtuar këtë shifër si të pajustifikuar, duke theksuar se studimi fillestar i vitit 2014 parashikonte kosto shumë më të ulta, sidomos në kushtet kur incenerimi, elementi kryesor i projektit, nuk realizohet. Sipas këshilltares së opozitës, rritja e tarifës nuk mbështetet në një analizë të qartë ekonomike, ndërkohë që popullsia e qarkut ka rënë dhe kapacitetet depozituese janë të kaluar. Përballë këtyre debateve, Këshilli Bashkiak vendosi të shtyjë votimin për mbledhjen e ardhshme, duke lënë të hapur diskutimin mbi kostot dhe përgjegjësitë financiare të menaxhimit të mbetjeve në Elbasan.